Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot rreth orës 14 në Pejë, ku në një aksident u përfshin një makinë dhe një 4 cikletë. Aksidentin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. E dolën me njoftim se në vend ngjarje humbi jetën vllai Besart Kelmendit, i njohur me nofkën artistike Gjeste. Irio Eldion Kelmendi vdiq tragjikisht si pasojë një aksidenti në afërsi të fshatrit Çungur të Pejës. Zëdhënësi për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, kishte konfirmuar aksidentin duke thënë: I gjithë populli u shokua, teksa portalet janë mbushur me lloj-lloj tingush e pamje ku po e shmendin opinionin. Edhe kolegët e tij kanë reaguar duke u solidarizuar me familjen Kelmendi. Gjeneta ka postuar këto reagime. Në ndërkohë, Rozana Radi ja se çfarë ka shkruar. Pa reaguar nuk mbeti as Ledion Liço. Të mërzitur në rrjetet sociale janë shfaqur edhe bashkëbanuesit e Gjestit. Bëhet fjalë për Loredanën, Krisën, Tirin, Gresa Gashin dhe ndiqeni këtë video nga Gjibani. Nga një njeriu im që vllai i Gjestit ka humbur jetën në aksident. Si fillim janë momente shumë vështira për gjithë familjarët e vet. Ngushëllime. Po, ai shihej me lot në sy. Fjalët janë të tepërta. Thjesht ju që prisnit këngën sot me qarkullu në orën 7 me ma bahallall, me mirëkuptuar, kam hangër bukë me atë njeri, kam jetu një shtëpi me atë njeri. Kur ka qenë babi im smun, ka thënë inshallah bëhet më mirë babi banit, edhe sigurisht që nuk mund ta çarkulloj këngën, sot do ishte pa kuptim, e shtyn për nesër. Pa reagim nuk mbeti as Egle, shikoni postimin e saj, por nuk i ka përmend Gjestin, thjesht i është adresuar familjes Kelmendi. Virale po ashtu janë bërë dhe pamjet e ndjeshme kur reperi kosovar shkon në vendin e ngjarjes duke thënë o vllau jam. Për më shumë ndiqeni këto sekuenca. Për ndryshe, Eldionin e ndjerë të gjithë e kemi mbajtur mend kur erdhi si befasi bashkë me Blerinën në shtëpinë më të madhe të Big Brother VIP Albania. Ngushëllime familjes Kelmendi për këtë humbje.